po shkon ky sezon turistik për Bashkinë e Lezhës? Mirë, duhet thonë, Orlando, ne kemi që nga pas pandemisë që mbajmë një ritëm të stabilizuar të turizmit atje, me ngjitje të lehta çdo vit, po ngjitje. Pse ka ndodhur kjo? E para është rrujt konjunktura e çmimeve. Pra, Lezhë nuk ka bërë deviacione të rënda në çmime, edhe në ushqim, edhe në shërbimet e ditës, në shezlone, në stacione plazhi. Ne kemi ndërtu një sistem menaxhimi shumë fort, pasërtia është një nivel pothuajse ekselent është, me oraret përcaktuara, me qese, me biznesi, me familjar. Në Shëngjin nuk gjen bletën në tokë, e them me krenari këtë. Kemi vendos kushte. Jo vetëm në Shëngjin, ë? Kur themi në Shëngjin, në gjithë vjen bregdetare. Ku kemi vendos ku është këndi lojrave, ku është shëditoria, ndriçim të ri kemi bërë, disa shëditore të re kemi bërë, disa investime tjera në infrastrukturë kemi bërë, që e ka kriju një situatë tjetër, plus punën që bëjnë operatorët turistik, të cilët në fakt janë për gëzu. Në para sezonit bëjmë një takim përbashkët, komplet, dhe shëshojmë gjërat duke i diskutuar dhe duke marrë dhe mendimin e tyre. Tani mua më ka bërë përshtypje një, jo aksion, po një moment që nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri dhe nuk e dia do ndodh që inspektorë të ndryshëm dhe punonjës të policisë bashkiake kanë bërë sondime dhe atje ku çmimet ishin rritur, atë ka thënë kthej lekët. Ka ndodhur mbi 10 herë ajo, mos më shumë. Kjo ishte fantastike fare. Po ne nxorëm numrat tanë telefonit, të stafit komplet. Menin telefon njerëzit? Po, ne nxorëm Facebook dhe njerëzit filluan denoncun. Ka një tendencë për të shmang. Duhet kuptojmë një gjë. Sot me vendimin e Këshillit të Ministrave, shëzonë marrin hotelerit për shkak të dhomave. Pra e marrin për klientelën e vet. Po. Ama në momentin që e shesin, sepse nuk ka zonë, se nuk janë dhomat të mbushura, atëherë do ta shesin me çmime referencë, që i vendosim ne, jo me çmime kështu të vendosura nga vetë ata, sepse pastaj krijohet ai fenomeni i marrjes lekëve dhe në hapësirën publike, ti s'mund të krijosh fitime përtej. Është e mundur që kjo të kontrollohet, zoti Ndrem? Po, është e mundur. Kontrollohet? Po. Tashi, po le të themi në 95% të territorit ne e kontrollojmë, në deviacion edhe gjejmë në ditë, por ne ndërhyjmë një herë. Shkruar traditë tashmë. Tani kjo është krijuar traditë se unë shikoj që territori i Bashkisë së Lezhës domethënë ka një lloj disipline që mua domethënë besoj dhe shumë të tjerëve i pëlqen. Tani kjo lidhet me faktin që kryetari i bashkisë ka një background policor, se i bie kështu që duhet vëmë kryetar bashkie o ca oficer policie dhe rregullohet ky muhabet pastaj. Edhe për atë, Edhe për atë, sepse Erlend, ti e di se unë jam i shkollum dhe i formatum në punë ku kam qenë në policinë e shtetit për të qenë disiplinuar. Jam dhe në atë punë. Jo, mua më bëri përshtypje, po në moshën tënde 60 vjeç edhe disiplina jote duket edhe te trupi yt, se po ti ishe një kryetar bashkie kështu me bar kështu, edhe ai do thoshte je i padisiplinuar. Unë shkoj në 8:10 hyn zyrën. 8:10. Shkoni pari. Çdo ditë, po. Është një marrëdhënie e përditshme me stafin tim ku në 8:30 me stafin e ngushtë ne bëjmë një takim. Pim kafe, bëjmë një takim dhe sheshojmë problematikat që kemi në ndjekje, ato që kanë qenë, që janë dhe do jenë të nesën. Pa vendosim pikat mbi i. Me 8:30 secili shpërndahet dhe unë vazhdoj një agent të përcaktuar rreptësisht nga stafi im, ku hynë aktivitetet të ndryshme, pritje me njerëzit, dalje në terren tek investimet. Është një ritual i përditshëm që unë e ndjek me shumë rregull, nuk bëj diskutime të gjata për ato gjëra që duhet të bëhen, që janë të diskutuar, është duhet ta bësh. Nuk merrem me drejtorët, nuk shkoj për t'u nxjerrë jetën tërë ditën, nuk merrem fare. Me drejtorët merren nën kryetarët. Nën kryetarët. Çdo problem që të kanë drejtorët do shkojnë fillimisht te nën kryetari i përkatës.
Dhe nëse ata nuk gjeni zgjidhje, Ndërhyjnë ty. do vinë të dy bashkë të unë. Ndryshe nuk funksionon. Është një sistem, unë mendoj që është një sistem i organizuar mirë. Për hir të kësaj, ne kemi bërë përmirësime drastike, mos harroj kemi gjetë me 4,6 milion euro borxh. Po tani, Zero. i ke zeruar. Po. E kemi gjetë. Si e ke bërë zërimin? Si Ka arrit? administru, ishin 1200 vetë në punë, Roland, 600 nuk ishin fare, merrin rrogën. 67% e buxhetit shkote për rrogë. 17% shkote vetëm për investime. Na u desh të hyjmë në reformë strukturore në 2019, të ulim numrin e punonjësve, të fitojmë 1 miliard lekë në vit vetëm nga fondi i pagave. Po sa punonjës ke tani? Tash kam 870. Do të gati 400 më pak. Po. Mos harrojmë se janë shtu shërbime gjatë viteve, na është detyruar prapë të rikuperojmë, se kemi pas më Mirë, pak. është normale kjo, nëse ti zgjerohesh dhe arrin Sot fitime. 57% e buxhetit shkon për investime. Domethënë, ekuilibri mes rrogave dhe buxhetit është dukshëm në rrogave dhe investime është dukshëm në favor të investime. 12,7 kam gjetë, 12,7 miliard buxhetin, 25,5 e kam dyfishuar. Po si e ke arritur ta dyfishosh? Nga ku i merr të ardhurat? Duke menaxhu taksat, duke menaxhu shpenzimin, duke punu me shumë fanatizëm në atë që quhet buxhet, në të ardhurat dhe në shpenzime. Të ardhurat më mëdha në cilin sektor janë? Turizmi? Turizmi kuptohet. Dy shtyllat janë zhvilluar aty. Turizmi dhe bujqësia. Dhe bujqësia. Po. Tani te Turizmi kemi thon burimin kryesor të të ardhurat. Do të thënë kryesisht është në 3 muajt e verës? Në 3 muajt e verës është edhe ndërtimi që hyn në këtë histori, bashkë me taksën e infrastrukturës. Dhe ne po ecim tashmë, mendoj që këtë vit ne do kalojmë me shtesë buxheti bile, do të çojmë të 30-shi. Dhe mendoj që vitin tjetër ne do jemi akoma më përpara. Domethënë jemi në bashki që po performojmë në ngjitje të përhershme. Plus që jemi në 4 bashkitë më të mira në thirrjet e huaja, që kemi fituar thirrjet e huaja. Pra kemi strukturuar disa pika duke u fokusuar. Nëse fokusohesh, sepse askush nuk ka lindi i ditur. Kur kam mbaruar në Akademinë e Rendit, shkollën lart Ministrisë Brendshme atëherë, kur kam dalë në punë, disha termologjinë, por nuk disha si bëhet. Mos desh të kopjoj. Mos desh të mësoj nga kush, nga inspektori i policisë së Rendit, nga një inspektori i policisë kriminale që kishte përvojë, kam marrë dokumentat dhe kam hap. Pra, ne na u desh të mësojmë. Pastaj mos harron ara tërmeti mas 3 muaj që fillon punë, pastaj era pandemia, pastaj kriza ekonomike. Po ka qenë botërore për shkak të luftës në Ukrainë. Pra ne kemi kaluar në një tra ekuilibri shumë vështirë, por në fund ne kemi dalë që të jemi në ndër më të mirat.